Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit Policisë së Sarandës arrestuan në flagrancë për vepra penale shkelja e rregullave të mbrojtjes në punë dhe punësim i palishëm një shtetas 40 vjeçar banues në Ksamil, administratori i një lokali në Sarandë, pasi një ditë më parë, gjatë punimeve në këtë lokal, ka humbur jetën një shtetas 33 vjeç banues në Sarandë, i cili ishte i punësuar në mënyrë të palishme. Nga veprimet e para hetimore, dyshohet se ky shtetas ka humbur jetën si pasojë e kontaktit me rrymën elektrike, ndërsa vijojnë hetimet për dokumentimin e rrethanave të rastit. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në drejtorinë vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për një shtetas banues në Vlorë, pasi një ditë më parë në aksin rrugor Vlorë-Kuç, automjeti që drejtonte është përplasur me një automjet tjetër me drejtues një shtetas banues në Imar. Si pasojë e aksidentit janë dëmtuar 2 pasagjerë të automjetit të shtetasit me iniciale IG, njëra prej të cilave vijon të jetë nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Specialistët e stacionit të policisë së Dërmiut referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin penal për një shtetas 53 vjeç banues të fshatin Dërmi, pasi ka kallëzuar një stetase banuese në këtë fshat, sa ai ka dëmtuar tokën në vendin e quajtur Llangalla, duke hedhur inerte dhe materiale ndërtimi. Po ashtu një 50 vjeçar, banues në Vlorë pasi në fshatin Dërmi, ka ndërtuar një objekt pa leje. Materialet për të gjitha rastet tashme janë referuar prokurorive kompetente për veprime të mëtejshme.